Tani do shohim në këtë video se si ne kryejmë parapagimet ndaj furnitorëve për mallra që do blejmë në një kohë të mëvonshme. Atëherë, kalojmë me vazhdo në faqen e linkjeve. Përpara se të shpjegojmë mënyrën se si ne e regjistrojmë pagesën që kryejmë, parapagimin që kryejmë, fillimisht duhet të sigurohemi që tek furnitorët analitik të jetë regjistruar emri i furnitorit. Supozojmë që kemi furnitorin ABC, kemi dhe një furnitor tjetër KK. Atëherë, në rastet kur ne duam të kryejmë një parapagim ndaj furnitorëve, mund ta kryejmë me ARK dhe këtë regjistrojmë në ARK pagesa. Dhe konkretisht regjistrojmë fillimisht furnitorin, e kemi ABC. Pasi plotësojmë muajin, datën për shkrimit, duhet të themi që kur kemi pagesa ose aktive në lek, duhet të shënojmë te kursi në fillim dhe kursi në momentin e likuidimit 1. Valuta do të zgjedhim lekun shqiptar. Vlera e valutës, supozojmë 40.000 lek, kemi bërë parapagimin, automatikisht regjistrohet në kredi të ARK-ës, pra ka dalë nga ARK-a kjo vlerë, dhe në debit të parapagime ndaj furnitorëve, që është llogaria 418 për vlerën 40.000 lek. Siç e shikoni, paraprakisht del vlera në vlerë në debi, që ne duhet zgjedhim llogarinë, por kur bëhet fjalë për parapagim, ne e bëjmë automatikisht dhe kjo vlerë do të shikojmë që bëhet pra 0 dhe nuk kemi çfarë llogarie të zgjedhim, sepse në këtë rast debitohet llogaria parapagime. Po kështu bëhet edhe pagesa nëpërmjet bankës tek furnitori. Supozojmë në këtë rast kemi furnitorin KK, e zgjedhim dhe kalojmë, pasi përshkruajmë numër, datë dhe përshkrimet e tjera, kalojmë tek kursi i kombimit 1 në fillim, kemi thënë kur bëhet fjalë për lekun shqiptar 11, valuta zgjedhim lekun, vlera e valutës supozojmë 100.000 lek, vlera pra lekut në rastin ton, dhe do të debitojmë llogarinë parapagime 418 për 100.000 lek. Tek llogaria më tutje ne nuk kemi çfarë zgjedhim sepse nuk kemi asnjë debitim tjetër përveç llogarisë 481 që e kemi të veçuar për efekte